që asnjëri nga këto që Besmiri tha dhe ekspertët e tjerë, kolegët e tjerë që po flasin, nuk janë të vërteta. Mjafton që secili qytetar të bëjë një kërkim të vogël në Google ose të pyes ChatGPT-n, Service Gateway 9700, si ja kërcënon sigurinë ose më shumë privacy-n çdo qytetari. E para, e dyta, nëse është një teknologji kaq e thjeshtë sikurse pretendohet, si do deklarohet, si ka mundësi që shtetet si Italia, si Anglia dhe si Franca e kanë instaluar për çështje të sigurisë kombëtare. Pra në Shqipëri nuk kemi çështje të sigurisë kombëtare, nuk besoj se TikToku, videot e dhunshme dhe gjuha e dhunshme në TikTok futet te çështjet e sigurisë kombëtare. Nëse do ishte çështje e sigurisë kombëtare, le të miratojë një ligj, le të kalojnë në parlament, le të diskutohet ky ligj dhe le të implementojnë. Por për sa kohë bëhet në fshehtësi, kuptohet që qëllimet për të cilat duan dhe do e përdorin teknologji, fatkeqësisht janë shumë të errta. Dhe unë i mbaj thirrje, dhe nëse nuk e kanë nisur akoma një hetim të tillë, organeve si Spaku, prokuroria e tjerë duhet të nisin një hetim ndaj këtyre institucioneve se kush e solli këtë pajisje, e ku ishte kërkesa, pra kush kërkoi sjelljen e kësaj pajisje, kush negocioi për sjelljen e kësaj pajisje. Sepse të kalojmë një çik në retrospektiv. Pse u kërku vendosja? Tentuan përmbylljen e TikTokut në një mënyrë amatore, duke bllokuar emrin, duke bllokuar IP-t. Dhe duke qenë se janë aq të afsa, siç e thash, do besoj do deklarojnë ditët në vazhdim, mbyllen dhe serverat e Alibaba dhe mbyllen edhe disa servera të tjerë të Amazon, të cilat i dërguan me lista tek ISP-t, dhe një pjesë e madhe e biznesave nuk përdornin dot kamerat e tyre sepse nga nxitimi që kishin për shohun e mbylljes të TikTokut, mbyllen shërbimin e qytetarëve, të cilët duhet ta merrnin dhe kishin paguar te kompanitë përkatëse. Pastaj erdhi kjo teknologji, që nuk është një teknologji që mund të merret marrëditës, pra i bie që kemi pasur negociata. Nuk kam kërkuar te pjesa prokurimeve publike, nuk kam parë ndonjë prokurim për blerjen e këtyre pajisjeve. Dhe informacioni nga kolegët tek ISP-t, të gjitha ISP-t në momentin e parë kanë qenë kundër, dhe sot e kësaj dite ne nuk e dim kush ka akses. Dhe unë po ju siguroj që tani, që në deklaratën e parë ato do thonë që akses kanë vetëm ISP-t. Kjo intervistë është e regjistruar fatmirësisht dhe do shikojmë, deklarata do jetë që kanë vetëm ISP-t, por këto pajisje kanë nevojë për update në kohë reale dhe kanë nevojë për dalje në internet. Kush do ketë akses, kush do i kryej këto update dhe këto upgrade. Për një pyetje të fundit, Besmiri, është realisht që të mos ngjajmë paranojak. Pas analizës që ti ke dhe kulturës informacionale që ta ka dhënë shkolla dhe jeta, është kjo ngjarje nga pikpamja e lirive dhe të drejtave të rezulton e rrezikshme dhe është qëllim keqe, po apo jo? Kjo është teknologjia që përdorin të gjitha shtetet autokrate për mbytjen, sidomos në momente që ka protesta dhe ka shpërndarje të informacioneve të caktuara. Pra në moment, nëse deri dje nuk do mund të mbyllnin për disa orë derisa të pastrohej një XY lajm, tani mbrenda pak minutash mund të mbyllin një media, një rrjet social. E para dhe e dyta, mund të kemi edhe një profilizim të qytetarëve. Për sa kohë nuk kemi bazë ligjore e cila ne na mbron. Plus nuk duhet harrojmë, të gjitha dhënat e qytetarëve shqiptar, dhënat më sensitive, më private të qytetarëve shqiptar, tani më janë publike, janë në dorën e gjithkujt. Kjo është e vërtet. Besmiri, të falenderoj me gjithë zemër që kemi folur sot në program dhe të falenderoj ty për qëndrim. E di që janë relativisht të pak njerëzit, tani më janë të pak njerëzit në këtë vend që flasin o bëjnë të njohur diçka që nuk është në interesin e tyre imediat personal. Kështu që unë të falenderoj me gjithë zemër edhe do të flasim, shpresoj